Të nderuar deputet, nëse shteti duhet të jetë i drejtë në ekonomi, ai duhet të jetë po aq i drejtë në hapësirën publike. Hapësira publike është e të gjithëve, që do të thotë e asnjërit me emër të përveçëm. Dhe këtu hyn një tjetër çështje që nuk mund të anashkalohet. Mediat. Një demokraci nuk jeton vetëm nga vota qytetare, por edhe nga fjala e thënë. Dhe kjo duhet të jetë e lirë për të qenë e vlefshme. Por fjala nuk mund të jetë e lirë nëse është e kapur nga interesat fshehta. Raportimet për financime me thos parash nuk janë vetëm një problem i etikës profesionale. Ato janë një kërcënim i drejt për integritetin e debatit publik. Sepse kur paraja hyn në mënyrë të padukshme, ajo nuk blen vetëm hapësirë mediatike. Ajo blen ndikim, orienton narrativën dhe në fund deformon perceptimin e qytetarit. Një qytetar i dezinformuar nuk është qytetar i lirë. Ajo është i manipuluar dhe si tregojnë edhe raportet, ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. Ne nuk kemi asnjë interes të kufizojmë mediat. Përkundrazi, kemi interes që ato të jenë më të forta, më të pavarura, më hulumtuese, më kritike. Por pavarësia nuk mund të ndërtohet mbi fshehtësi që financojnë shpifjen dhe dezinformimin. Liria editoriale duhet të jetë e garantuar, por ajo duhet të shoqërohet me transparencë të plotë të pronësisë dhe të financimit. Qytetarët duhet ta dinë se kush flet, në emër të kujt flet dhe me çfarë burimesh flet dhe nga kush financohet. Nëse secili biznes tjetër jep përgjegjësi për financat dhe burimet e tij, media gjithashtu duhet të jenë në të njëjtin nivel të përgjegjësisë. Kjo edhe e mbron qytetarin nga manipulimi dhe dezinformimi, por edhe i mbron gazetarët dhe mediat e ndershme që raportojnë e informojnë me burime të sakta dhe financa të gjurmueshme. Ligji për Këshillin e pavarur për media që do ta sjellim para jush, nuk është për të kontrolluar median, por për të mbrojtur atë nga kopja. Cenzurë është pengesa e lajmit të drejtë, jo e lajmeve të pavërteta me financime të dyshimta. Dhe një demokraci që nuk e sheh këtë rrezik me kohë, rrezikon të humbas lirinë pa e kuptuar dhe me të njëjtën logjik ka vepruar edhe Bashkimi Evropian kur ka mbyllur transmetimin e portaleve dhe televizioneve ruse. Nëse në diktatura të dikurshme kontrolloheshin rezultatet, sot nga oligarkia ka rrezik të kontrollohen premisat në mënyrë që të manipulohen rezultatet. Sot grupet e interesat nuk e prekin lirinë e shprehjes, ato kontrollojnë ekonominë e medias, ashtu që të mos ketë nevojë për ndërhyrje në lirinë e shprehjes. Të nderuar deputet, në fund të gjitha këto çështje, nga dekreti te marrëveshjet ndërkombëtare, nga lufta kundër korrupsionit, te drejtësia në treg dhe transparenca në media, lidhen me një parim të vetëm që duhet të na udhëheq, por edhe të na bashkojë, sundimi i ligjit. Një shtet i së drejtës kërkon përgjegjësi dhe llogari. Ne do të vazhdojmë punën tonë që Republika jonë e përbashkët të jetë shembull për qytetarët pa dallim dhe model për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Populli ynë ka vuajtur shumë nga padrejtësitë të huajve dhe prandaj kërkon llogari e drejtësi nga përfaqësuesit e vet. Kuvendi është shtëpia ku shtyhen politika që kërkojnë përgjegjësi nga ata që kanë abuzuar me fonde publike, ku vihen standarde për fjalën publike, ku mbështeten marrëveshjet ndërkombëtare dhe kërkohet përgjegjësi për ata që abuzojnë me lirinë e shprehjes, si dhe përkrahen iniciativa që i mbrojnë qytetarët nga abuzimi me çmime të larta. Kjo është detyrë e gjithë neve dhe prandaj duhet edhe mbështetje e të gjithëve bashkë. Këto iniciativa do të jenë të gjitha shumë shpejt para jush, prandaj edhe presim që ti adresoni, diskutoni, procedoni, miratoni sa më shpejt. Prandaj sot nuk e kemi luksin e vonesës, nuk e kemi luksin e blokadës dhe nuk kemi nevojë për zgjedhje të reja, të sërishme si ikje nga përgjegjësia që na takon. Kosovën, institucionet e saj legjitime, me vullnet të shprehur rishtazje qartësisht nga qytetarët, duhet të lënë të punojë.
Ka pasur mjaftueshëm zgjedhje e rizgjedhje dhe qytetarët kanë folur mjaftueshëm. Tani na duhet të punojmë sa më shumë që të mundemi bashk e jo të kemi blokada të reja që nuk e lën vitin e vjetër të jetë në kaluarën. Blokadat, grackat, kleçkat, taktikat nuk janë mendësi e zhvillimit, por e ngecjes. Është koha që të ecim përpara dhe të jemi në krye të detyrës, veçanërisht në këto rrethona jo të lehta globale.